Pas 4 ditësh është bërë mundur shuarja plotë e vatrës së zjarrit në landfillin e Bushatit, duke rikthyer situatën në normalitet dhe duke eliminuar rrezikun për përhapje të mëtejshme. Në operacion u angazhuan strukturat vendore, shërbimi zjarfikës si dhe stafe teknike të landfillit, të cilat punuan në mënyrë të koordinuar për izolimin e zonës dhe neutralizimin e flakëve. Kemi kryer një bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë e Vaut-Des dhe me disa subjekte private që na përgjigjen për ndihmë për të punuar në mbylljen sa më shpejt të problematikës. Zjarri ndodhi në një ditë me kushte atmosferike jo normale, pasi ka qenë një erë shumë e fortë dhe ndonë se u zbatuar protokolli i rasteve kur ndodhin zjarret. Shfrytëzojmë rastin të kërkojmë ndjes gjithë banorëve të zonës që janë prekur nga ndryshimet të situatës të ajrit në këtë moment. Drejtori i kompanisë së mirëmbajtjes së landfillit tha se pamjet janë depozituar në organet kompetente dhe po vijojnë hetime ndonse duket se zjarri nuk ka qenë i qëllimshëm. Ndjejmë keqardhje për çdo banor të Bashkisë Vaut-Des, ashtu siç ne kanë nda pasojat e kësaj fatkeqësie. Kemi bërë pamujtur për të bërë shurin e zjarrit në një kohë sa më të shpejtë, që pasojat jenë sa më të vogla. Autoritetet bëjnë me dije se situata do të vijojë të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme për të shmangur çdo riaktivizim të mundshëm të vatrave të zjarrit.